Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot do ndaj një nga mënyrat më të mira për të përgatitur specat e pjekura, shpejt, plot shije, pas një mundim dhe se sa të shijshme janë, duhet t'i brofoni dhe pastaj do më kujtoni gjatë për shijen e tyre. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në tavë me një letër pjekje do shtojmë specat e kuqe. Mund t'i bëni dhe me speca jeshile, por më e shijshme është me speca të kuqe. Do shtojmë pak vaj dhe do t'i pjekim në 220 gradë derisa të jenë gati, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Pasi janë pjekur, do t'i largojmë nga tava dhe do t'i vendosim në një enë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, juftoj t'i hidhi një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe. Pjatën ku vendosëm speca do ta mbyllim me një qese kuzhine dhe do t'i lëm kështu derisa të ftohen. Kështu do të zbuten dhe do të pastrohen më lehtë. Ndërkohë përziejmë 3 lugë vaj ulliri, 2 lugë uthull molle ose rushi, krip, hudhër dhe majdanos të freskët. Ndërkohë specat janë ftohur pak dhe janë zbutur, do t'i largojmë nga ena që i përgatitëm dhe do t'i pastrojmë me kujdes nga lëkura dhe nga fara dhe bishti. Dhe pasi janë gati, specat që u morën në treg ishin vërtet shumë të mira, kishin shumë brum i themi ne dhe u bën shumë të shijshme, më pëlqyen shumë në fakt. Dhe pasi i kemi pastruar mirë, do t'i vendosim në një pjatë ku do t'i marinojmë me masën që përgatitëm. Unë i lash kështu si ishin, por mund t'i prisni sipas dëshirës, mund t'i bëni në copa të vogla, gjithashtu edhe mund t'i ruani për dimër, mund t'i vendosni në vazo dhe t'i vulosni dhe i keni gati për në dimër, janë vërtet shumë të shijshme. Dhe pasi i kemi marinuar, janë gati për t'u konsumuar. Nëse qëndrojnë 1 ose 2 orë në frigorifer, akoma më mirë. Mund t'i konsumoni në moment, por mund edhe t'i mbani deri në 2-3 ditë në frigorifer. Si edhe e pat, janë shumë të thjeshta në përgatitje, ju ftoj t'i provoni. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like. Faleminderit.